Se mi bëm pjesë. Jo, t'ja është, ta rregulloj çik. Ata ishin Bëj çfarë të dush tjetër. Sendet e mia mos i prek. Ti e ke kuptuar sepse unë kam lënë të lirë. Dakord? Të lash të lirë. Që të kuptoje vetë se ku ishe në këtë shtëpi. Dhe pa mua ti përfundove një pyk me Seglin dhe me Xhesin dhe duke përsëritur veten tënde. Ti kujton se je këtu dhe ti siç thua, hajde. Po asnjë nuk ka nevojë për ty, Rozana Radi. Prandaj dhe unë kam qendruar të rregull që ta kuptosh se çfarë pozicioni ke në shtëpi. Depozita jote është si një grua e keqe me Seglin dhe me Xhesit. Fiks komshia. Komshia e Egli dhe e Xhestit. Egli si agoca e vogël që poshtë pallatit preta të cunin të vi dhe ti je si ajo komshia. Po ti qarje, mirë, kjo është komshia, ti qarje mo. Moj e mjerë, ke përfunduar keq fare, kupton sa praj me keq që del vetëm për Eglin dhe për Xhesin në këtë shtëpi. Nuk ke, më je më nderuar të dalësh me mua, kur ke dalë përpara, edhe pse ke dalë grop, edhe pse ke dalë keq. Jo, më nderume. Po të dali si një grua, thashe të me gjia. Një grua komshie për Eglin e për Xhesin. Si mua, lërë këtë dytë pa më folur. E lërë përsi për vetëm Rozana Radi dhe i hap dhe peshqirën e ati, pa pik turpi. Një grua 25 vjetë, 26 vjetë, i hap peshqirën. Jo, si do më japi një avokado, po nuk është avokado, është skëm, që vides. I thot Xhesit se shikon.